A e din çka ndodh mra pas skenave 24 orë masi u shtrën? Jo me stafin, po mrena teje. Me njerë masi del prej fitnessit, trupi hen me një stres total. Mësë tëtë se kjo së keq. Kjo thjesht i bjen që muskujt janë lodh, glikogeni pra energjia që e ke përdor gjatë ushtrimeve ka ra, edhe trupi fillon me qel alarmat për rikuperim. Testosteroni edhe hormoni i rritjes hypin në nivele më të larta, e kjo është shkaktar kryesor i rritjes së muskujve. Tash gjatë orëve të para ndodh diçka interesant. Ndjeshmëria ndaj insulinës rritet. Me thonë më lehtë, i bjen që trupi e përthith ushqimin edhe lënë të ushqyese më mirë se zakonisht. Kjo është koha më e mirë me shfrytzu për me ushqy trupin tën më mirë e me fillu më rikuperu sa më shpejt. Mas 4 deri në 6 orë është ku sinteza e proteinës e prek kulmin, pra faza kur janë nisë më rrit. E nëse alo si e ngi me protein, ujë ose me gjëm, ti jetu e hub fazën më të vlefshme. Pas rreth 12 orëve ti janë nisë me ndikallit e muskujve që jo domosdoshmërisht tregojnë që e rrit, ama mundet me kon faktor bens që ke ushtru shumë. E mas 24 orëve ti halo e ki metabolizmin e ngritën, e bile jetu djeg më shumë kalori edhe gjatë kohës që jetu pushu. Kështu që mos harro se stërvitja është veç me ju bë muskujve thirrje mu rrit. Për mu rrit për një me, dosh me hongër e mu rekuperu që duhet. E njëkohësisht me mësu ma shumë si kjo, bëni follow Urbanin e subscribe në YouTube.